Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, jemi në podcastin në Radar, jemi në rubrikën që do i dedikohemi ndjesive tona, energjive tona, por edhe shumë pikë pyetjeve që neve na lindin dhe që përgjigje jep trajnera shpirtërore zonja Sonila Vogli. Zonja Vogli, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve. Ditën e sotme ne do flasim për besytnit. Besytnit janë pjesë e folkut tonë, i besojmë shumë, por pse njerëzit i besojnë kaq shumë? Janë zakone që ndoshta të vjetrit na kanë lënë, apo thënie që të vjetrit na kanë lënë për të mbrojtur nga një eveniment negativ apo nga një energji negative. Ndonjëherë i konsiderojmë si shumë të vjetra, si të kaluara në kohë, shpesh janë edhe të vërteta. Pse njerëzit ose shqiptarët janë kaq lidhur me besytnit? Jemi vetëm ne apo është një traditë që ndodh me gjitha kombet, në forma nga më të ndryshmet? Jo, nuk jemi vetëm ne shqiptarët. Italianët janë shumë të fiksuar për shembull pas zakoneve apo të thënave që duhet të bësh një diçka, nuk duhet të bësh një diçka. Është një thënie në italisht që thuhet non si inizia, non si parte, ne di Venere, ne di Marte, është domethënë që as nuk filloi diçka e re, as të premten, as të martën, sepse janë ditë që kanë të bëjnë më shumë me luftrat sesa me mirësinë, le të themi. Kështu që nuk të sjellin mirë të fillosh diçka të re ditën e martë. Në Indi, për shembull, e kanë ditën e enjte, ditë të mrekullueshme për të filluar gjërat, sepse është dita e gurus, edhe je i mbrojtur në atë ditë, je i mbrojtur nga energjitë pozitive. Kështu që ka shumë thënie, besoj gjithë globin e tokës, në të gjitha vendet që ndiqen nga të gjithë. A ka ndonjë besytni që sipas jush ka një bazë shpirtërore? Ka gjithmonë një kuptim shpirtëror, ka gjithmonë një kuptim energjetik më shumë se sa shpirtëror. Nëse marrim për shembull këtë thënien e italianëve që nuk fillohet diçka e re ditën e martë, dita e martë është e dedikuar Zotit të luftës, kështu që është normale që energjetikisht është një ditë që do të sjellë një përballje. Kështu që nuk mund të fillosh diçka të re, duke filluar me përballjen e energjive negative të asaj gjëje të re që duke filluar. Një anë energjetike që ka të bëjë me ndikimin e planeteve në ditët tona, që ka të bëjë me ndikimin e hënës në ekuilibrin ton, ka lidhje. Çfarë kuptimi ka kur një masë e zezë neve na del para në rrugë, neve shpesh e lidhim me këtë pjesën e besytnive? Konsiderohet, unë i adhuroj kafshët, kështu që për mua macja e zezë është vetëm një macë e zezë dhe nuk është një djallë që është duke kaluar përpara rrugës tënde, po konsiderohet që në macet e zeza është më e lehtë që të lidhet një energji negative. Dhe pse unë e shoh si të pavërtet këtë gjë. Po konsiderohet që ajo kafsh, që është me një ngjyrë që ne konsiderojmë negative, sepse është e zezë, kur është duke të prerë rrugën, është sikur një diçka e keqe, një energji negative është duke të prerë rrugën. Unë nuk e kthej rrugën mbrapsht, të them të drejtën nga macja. Anzi, e marr macën ta marr në shtëpi, kështu që edhe pse është e zezë. Çfarë kuptimi ka edhe pse quhet gur i keq ku thyet një pasqyrë? Pasqyrat janë në magji apo në energji porta, hyrjeje dhe dalje të energjive nga nivele dhe dimensione të tjera. Edhe në momente që ti thyen një pasqyrë, ke humbur një nivel energjie apo një hyrje në një dimension tjetër të asaj energjie. Shpesh në këtë e quajmë sikur kemi 7 vite, më duket, 7 vite që do na ecë si keq,
dhe këto 7 vite janë të lidhura në një farë mënyre me 7 çakra. Domethënë ti do kalosh të njëjtën përballje me atë portë energjetike që të mbyll përpara syve duke u thyer pasqyra në të 7 çakrat, në të 7 vitet që ti do përballesh me këtë energji më shumë të munguar se sa negative. Pse njerëzit nuk kthehen në shtëpi kur sapo kanë dalë nga shtëpia? Të mos kthehesh, po që se ke një rrugë të gjatë, për shembull, edhe pse ke harruar diçka në shtëpi, të mos kthehesh që ta marrësh. Është një nga gjërat që do unë bëj, për shembull. Nuk kthehem ndonjëherë mbrapsht, po që se jam për rrugë të gjata dhe ke harruar. Një herë kam harruar edhe portofolin në shtëpi edhe nuk jam kthyer për ta marrë, sepse ajo energji e fillimit të rrugëtimit është shumë e rëndësishme dhe je duke thyer një diçka që le të themi e ke nisur me këmbën e mbar. Po derdhja e kripës, çfarë kuptimi ka tek pjesa e besytnive? Ne përdorim shumë kripën për të tërhequr energjitë negative. Për mendimin tim, domethënë se si e shoh unë këtë dhe si e interpretoj unë atë derdhjen e kripës, nuk është më shumë energji negative se sa është duke të treguar që ke nevojë për një purifikim. Është sikur ajo kripë është ka mbledhur aq shumë energji negative brenda saj që u derdh përpara teje. Është duke të treguar që ke nevojë për një purifikim, është duke të treguar që aty ka një prezencë që nuk është e pëlqyeshme, po nuk është negative, është duke të ndihmuar dhe jo duke të bërë keq derdhja e kripës. Po nëse kalojmë mes dy shtyllave elektrike që janë të puthitëra me njëra tjetrën dhe bashkohen ose në shkallë, pse kjo konsiderohet shenjë keqe? Unë mendoj se kjo është pak a shumë e njëjta gjë si pasqyra, sepse trekëndshi apo piramida janë forma gjeometrike që krijojnë portale të ndryshme energjie. Të kalosh në brenda një trekëndshi të çon në një farë dimensioni tjetër. Nuk është e thënë që të jetë gjithmonë, po ndodh që të gjenden dimensione, portale dimensionale në zona ku ka 2 pemë, për shembull, që kanë rënë mbi njëra tjetrën dhe kanë formuar një trekëndësh, apo siç është shkalla që është aty në formë trekëndshi. Të gjitha energjitë që janë nën një trekëndësh apo nën një piramidë apo brenda një piramide janë shumë herë më të forta se energjitë e zonës anës së përqerk tyre. Kështu që mendoj se kjo është arsyeja pse nuk duhet të kalojmë, pse ne konsiderojmë që të mos kalojmë nën një trekëndësh. Nga ana tjetër është ajo pjesa e shkallës që ndoshta edhe nuk është shumë e mbajtur mirë, mund edhe të dëmtohesh, le të themi, po të kalosh në një shkallë. Pse numrat ne i konsiderojmë disa numra me fat dhe disa numra i konsiderojmë si të pa fat? Numerologjia është një pjesë shumë e madhe apo një fushë shumë e madhe e energjisë. Forca e numrave është jashtëzakonisht shumë e madhe. Unë shpesh e shoh për shembull që nëse do filloj diçka të re, mbledhja e numrave të datës kur do fillohet gjëja të jetë 1 apo 11 apo 10, apo të jetë 3 apo të jetë 9, ndërsa ka numra të tjerë që të bllokojnë. Ka numra që na tregojnë se si të veprojmë, ka numra që na tregojnë se si të ndalojmë. Po ashtu, një gjë që lidhet me besytnicë është edhe kur neve fërkojmë drurin 2 herë ose i godasim letë 2 herë. Kjo çfarë lidhje ka? Ne bëjmë zakonisht edhe mbi një tavolinë, mbi një pjesë druri që nuk është dru i gjallë, po zakoni besoj se ka qenë të prekësh një dru të gjallë, do me thonë një pemë, një bim që ka një pjesë të fortë të rënje, që do të thotë për këtë arsye druri, kështu që një pemë me rënjë të forta, sepse çdo lloj energjie negative, po që se ti prek një pemë, kalon në rënjët edhe kthehet në tokë.
prap jemi duke hequr nga vetja një energji negative duke bërë atë prekjen e drurit me dorë. Çfarë kuptimi kanë besytni shqiptare për syrin e keq dhe zilin, për shembull? Ne i kemi shumë të forta këto. Unë jam duke parë që është ndjehet në popullsi, në gjerësisht fakti që mund të ketë një sy të keq apo që mund të ketë një zili mbi veten e tyre njerëzit. Dhe ajo që unë mund të këshilloj për këtë gjë është që të fillosh të mendosh edhe të ekuilibrosh veten tënde. Po një objekt si një gur që ne e mbajmë gjithmonë me vete, ka të bëjë me besytnitë apo na sjell fat nëse e mbajmë? Gurët e çmuar apo gjysmë të çmuar që janë edhe të papërpunuar, janë një dimension tjetër i kësaj toke. Dhe siç është dimensioni ynë human, sepse ne këtë njohim, apo dimensioni i kafshëve, apo dimensioni i bimëve, është edhe dimensioni i gurëve. Gurët kanë një energji të caktuar. Varet nga ngjyra që guri ka, nga vendi se ku është nxjera i gur, nga energjia, nga vibrimi që ky gur ka. Dhe për çfarë do lloj gjëje që ne kemi nevojë, gurat, edhe ngjyrat e gurëve, edhe energjia e gurëve është një ndihmë për ne, sepse na ndihmon që të rregullojmë, të ekuilibrojmë një nivel energjetik që neve në ato momente na mungon. Për shembull, le të themi, nuk jemi në gjendje financiare të mirë. Gjëja e parë që mund të bëjmë dhe që është fare thjesht për të bërë është që të vëmë një varse me ngjyrë të kuqe, sepse ngjyra e kuqe apo me ngjyrë të zezë, sepse ngjyra e kuqe, ngjyra e zezë apo ngjyrat e tokës janë ngjyrat e çakrës së parë, që energjia e të cilës kur mungon ana financiare apo siguria për të bërë një jetë normale, mungon, rritet, edhe këto lloj gurash, këta lloj ngjyrash kanë atë lloj energjie, kështu që të ndihmojnë që të shtosh atë lloj energjie që ty të mungon në ato momente. Kështu që ta mbash në xhep atë lloj guri të ndihmon ndoshta edhe që të gjesh punën, nuk është se do të tregoj se ku është puna, po në ato momente ti vibron në një nivel më të lartë me ndihmën e asaj energjie, të asaj ngjyre, të atij guri. A mund të jetë një ëndër, një shenjë apo një paralajmërim për diçka të keqe që mund të na ndodhë apo një produkt i mendjes tonë? Janë të dyja, ëndrat janë goxha shumë komplekse, po ato që ne quajmë ëndra të qarta apo ëndra që ne kur zgjohemi në mëngjes i kemi shumë, i mbajmë mend shumë mirë, janë zakonisht intuit dhe janë paralajmërim për diçka që është duke ndodhur. Jo shpesh ne e kuptojmë se çfarë është duke ndodhur, jo shpesh ka të bëjë me ditën e sotme apo ditën e nesërme, ëndra që ne kemi parë sot mund edhe të jetë një parapërgatitje e mendjes për një diçka që do ndodhi shumë herë, shumë kohë më vonë. A mund të ketë një lloj kuptimi për diçka që ne ndjejmë kur dikush flet keq për ne, si mund ta kuptojmë? Pra e kuptojmë kur dikush flet keq për ne? Ka një lloj energjie që vjen tek ne? Ka një lloj energjie që thërret energjinë tonë. Në momentin që dikush është duke përmendur emrin tënd, energjia jote, trupi yt energjetik dhe trupi yt mendor, le të themi, është në gjendje që ta perceptoj. Qoftë ky person afër teje në një ambient ngjitur me ty, qoftë ky person në anën tjetër të botës. Sepse është duke thirrur emrin tënd, duke pasur në mendje pikërisht personin tënd, kështu që është duke u lidhur direkt me energjinë tënde. Po, e ndjejmë më shpesh se që mendojmë se e ndjejmë, dhe në ato momente, nëse mendojmë se dikush është duke folur keq për ne, mund të bëjmë edhe një mbrojtje protektive, një skudo protektive, edhe vetëm duke deklaruar që nuk dua që asnjëri të lidhet me energjinë time në këto momente. Ti bësh një prerje asaj lloj energjie.
Nëse neve kemi një disi të fortë për diçka që mund na shkojë keq, është pjesë e besytnisë apo është pjesë e intuitës tonë? Mund të jetë të dyja. Mund të jetë edhe frikë, mund të jetë edhe besytni, si thua ti, mund të jetë edhe një ndjesi jo e qartë në hapin që je duke hedhur, shpesh tregon edhe faktin që je duke dal nga ajo zona jote e komfortit. Kështu që je duke bërë një hap, duke u hedhur në një vend që ti nuk e njeh, dhe mendja krijon çfarëdo lloj gjëje ndonjëherë nga kjo lloj frika për të dalë nga zona e komfortit, që të mos e bësh atë hap. Unë këshilloj në këtë raste që ta bësh hapin, edhe të shohësh se çfarë do ndodhi, sepse ndonjëherë ai guximi të nxjerr nga situata. Pse disa njerëz shmangin martesat, magin po ashtu dhe udhëtimet apo dhe fillimet e reja për shkak të besytnive? Ka mënyra për t'i kthyer mbrapsht ato besytni. Për shembull, në momentin që ka ndodhur, nuk e di, ra shi, po bie shi atë ditën e martesës dhe e konsiderojnë sikur është sjell keq të rënit shi ditën e dasmës. Ka momente, ka gjëra që mund të bësh, rrite që mund të bësh për të purifikuar edhe atë moment, që ti nuk mund të mos e bësh atë veprim që je duke bërë, për shembull, nuk mund të mos martohesh, ke ftuar të gjithë miqtë e shokët, se zuri shiu, ti do vazhdosh me festën. Po ka momente të mëvonshme që ti mund të purifikosh atë moment kur ka ndodhur diçka që ti e konsideron si negative për një lidhje të re. Nëse neve kemi diçka për të bërë edhe papritur, nuk e bëjmë atë gjën. Ndryshojmë mendja krejt papritur. Lidhet kjo me besytnin ton? Çfarë shenjë është? Unë mendoj se ka dy përkthime, le të themi. I kthimi mbrapsht i një diçkaje që ti ke nisur të bësh edhe që nuk do ta bësh, që nuk arrin ta bësh, apo që ndryshon plan. Njëra është që të kesh pasur një ndjesi aq të madhe sa i ke shpëtuar një problemi shumë të madh, duke mos e nisur atë gjë. Dhe shpesh ka disa shenja që na tregojnë në jemi në rrugën e duhur apo nuk jemi në rrugën e duhur. Mund t'i quajmë besytni, po unë i quaj shenja që edhe mendja jon, edhe universi na jep në ai plan që ne kemi krijuar, ai plan që ne kemi bërë është i përshtatshëm për ne. Unë besoj se disa gjëra që nuk janë arritur kanë sjell në diçka më të madhe se ajo që ti kishe menduar. A mund të na ndikojnë besytnit tek sjellja jon, pra a mund të ndryshojmë sjelljen e për shkak të besytnive? Mendoj se ne duhet të gjejmë mënyrën për të dalë nga një situatë dhe jo të gjejmë mënyrën për të bllokuar akoma më shumë. Me besytnit ne rrezikojmë të bllokohemi dhe të mos bëjmë gjërat që duam të bëjmë apo që mendojmë se janë të drejta për ne. Duke i besuar, le të themi deri në një farë pike, thënieve që na janë thënë, eksperiencave që na janë treguar nga të parët tanë, duhet të gjejmë mënyrën për t'i anashkaluar apo për t'i përmirësuar, për t'i kthyer në të mirën tonë. Nuk është e thënë që ato të jenë të këqija dhe ne të ndalojmë në rrugtimin tonë. Cila është besytnia më e çuditshme që ju keni dëgjuar dhe që njerëzit akoma e besojnë shumë fort? Nuk e di, ndoshta ajo e macës së zezë mua më duket absurde, sepse unë i dua kafshët, por ajo më duket një nga gjërat që kanë pak kuptim energjetik, le të themi. Kështu që do thoja ajo e macës së zezë që po të kaloj rrugën, përshëndete dhe vazhdo rrugën tënde. Një aspekt tjetër që shqiptarët e kanë pasmbajtur shumë, të paktën në vitet e kaluara, ka qenë brirët e dashit që vendoseshin në shtëpi. Çfarë kuptimi kanë brirët e dashit?
Unë këtë nuk e di, po e konsideroj brirët për mua janë shenjë lufte. Mund ta konsiderojnë si shenjë mbrojtjeje, po për mua nuk janë shenjë mbrojtje. Edhe shoh të çuditshme që të vendoset në portën e një shtëpie, apo në çatinë e një shtëpie, sepse i kam parë ndonjëherë edhe në majtë të çatisë ose tek hyrja, tek porta. Ndoshta mund të konsiderohen diçka e jashtëzakonshme, në kuptimin që diçka e çuditshme për të vënë aty, por nuk ja di kuptimin e saktë, apo se çfarë kuptimi i vën. Këtë nuk ja di. Për mua është shenjë lufte, edhe nuk më duket e drejtë që të jetë në hyrjen e një shtëpisë. Patkoi një kali? Patkoi një kali konsiderohet si diçka me fat. Sepse ndoshta tani nuk është gjë e rrallë, po një herë një kohë ishte gjë e rrallë që të gjendej dhe është përdorur për rrugë të gjata, ka prekur shumë energji. Kështu që konsideroj që më përpara çdo gjë, çdo udhëtim bëhej me kuaj, nuk ishte makina, tani duhet vëmë rrotën e makinës ndoshta. Në vend të patkojit të kalit. Sepse është ajo është energjia e patkojit të kalit. Është fakti që ai ka bërë shumë rrugë, që ka ecur shumë, ka prekur shumë vende, që mund të ketë prekur vende shumë të mira energjetike, dhe është duke të sjellë energjinë atyre vendeve që ka shkelur. Zonja Vogli, shumë faleminderit që ishe me ne në këtë intervistë dhe faleminderit shumë për çdo gjë që thatë. Faleminderit juve.